Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Nderuari ambasador i Mbretërisë së Arabisë Saudite në Tiranë, Zotri Faisal El Hifdhi, nderuari imam i Qabës, së nderuar Bender Belila, të nderuar përfaqësues të Ministrisë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite, nderuari kryetari i Komunitetit të Shqipërisë Zotri Bujar Spahiu, nderuari Mensur Harili, kryetari i Unionit të Qendrave Islame në Gjermani, të nderuar Fendiler, të dashur garues, të respektuar musafir, vëllezër e motra. Me zemrën plot mirënjohje, me shpirtin e ndriçuar nga drita e fjalës hyjnore dhe me ndjenja të thella respekti, po qëndroj sot para jush për të përmbyllur me nder e dinitet këto 10 ditë të jashtëzakonshme, 10 ditë të bashkimit, frytëzimit dhe drejtësimit shpirtëror. Këto ditë na sollën më afër njëri tjetrit dhe me pranë Zotit ton, përmes artit, dijes, kulturës dhe mbi të gjitha përmes Kur'anit famlart. Kosova, vend i plagëve, por dhe i krenarisë, ka pasur nderin të jetë një koqire, një ngjarje me përmasa ndërkombëtare, që nuk i flet vetëm mendjes, por që troket thellë në zemrën e çdo besimtari. Këto gara të Kur'anit nuk ishin thjesht një garë për zë apo për kujtesë, ato ishin një garë për devotshmëri, për përkushtim, për të bukurën dhe të vërtetën që buron nga fjala e Allahut. I madhi Zot Gjelle Shanuhu në Kur'anin famlart porosi duke thënë: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Në të vërtetë ky Kur'an udhëzon drejt asaj që është më e mira, dhe u jep lajmin e gëzuar besimtarëve që bëjnë vepra të mira, sa ata do të kenë shpërblim të madh. El-Isra ayeti 9. Jemi thellësisht mirënjohës për bashkëpunimin e vyer mes Bashkisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë për Çështje Fetare të Arabisë Saudite, të cilat përmes këtij organizimi madhështor e kanë rikonfirmuar se vëllëzëria në besim nuk njeh kufi, se drita e Kuranit ndriçon nga Meka e deri në Prishtinë, nga Qabeja deri në çdo zemër që rrah me iman në atë dhëun ton të lirë. Vizita e Sheh Bender Belile, imam i Qabës, ishte një nder historik për vendin ton. Prania e tij në mesin ton ishte dëshmi se edhe Kosova, ky vend i vogël me zemër të madhe, është pjesë e pandare e ummetit islam. Pjesë e historisë që sot po shkruhet me pendën e paqes dhe ngjyrën e devotshmërisë. Sot, teksa ndajmë çmimet, nuk po shpërblejmë vetëm talentin, por po nderojmë për kushtimin, mundin dhe dashurinë për librin e shenjtë. Çdo garues pavarësisht vendit që zuri është fitues, sepse ka zgjedhur të mbjellë në zemrën e tij fjalët që nuk vyshken asnjëherë. Le të mos jetë kjo një mbyllje, por një fillim. Le të shërbejë kjo ngjarje si thirrje për më shumë investim në dijen fetare, në bashkëpunim ndërkombëtar dhe në ngritjen e brezave që do të mbajnë lart fjalën e Zotit në çdo rrethan dhe kohë. Në emër të organizatorëve dhe të gjithë atyre që punuan me zemër për realizimin e panajirit kulturor, urat dhe garat e Kur'anit dhe ardhjen e imamit të Qabës, ju falenderojmë nga zemra. Allahu e bekoft të vend, popullin e tij dhe të gjithë ata që i përkushtohen Kur'anit me zemër të pastër dhe qëllim të sinqert. Të nderuar të pranishëm, në dekadat e fundit Bashkia Islame e Kosovës ka intensifikuar përpjekjet për të thelluar lidhjet e saj me botën islame, përmes organizimit dhe pjesëmarrjes në aktivitete me karakter fetar dhe kulturor. Në këtë kontekst, garat e Kur'anit, panajiri kulturor urat, si dhe vizitat e figurave të larta nga bota islame, përfshir imamin e Qabës, përfaqësojnë ngjarje me rëndësi të shumëfishtë për Bashkinë Islame të Kosovës. Këto aktivitete kontribuojnë në forcimin e identitetit fetar dhe ruajtjen e vlerave shpirtërore brenda komunitetit musliman. Garat e Kur'anit shërbejnë si nxitje për edukimin fetar të rinjve dhe për përvetësimin e mësimeve kuranore,
në mënyrë aktive të dërgjegjshme. Aktivitetet si panajiri urat ofrojnë një platformë për promovimin e dialogut ndërkulturor dhe ndërfetar, duke paraqitur Islamin si një fe të paqes, tolerancës dhe mirëkuptimit ndërmjet popujve dhe komuniteteve të ndryshme. Vizita e imamit të Qabës dhe pjesëmarrja e personaliteteve të rëndësishme nga vendet islame janë shenje njohjes dhe afirmimit të Bashkisë Islame të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Kjo rrit jo vetëm prestigjin institucional të saj, por shërben edhe si ure rëndësishme për bashkëpunime të më të tjeshme, akademike, fetare dhe kulturore me institucionet të botës islame. Si përfundim, milioni e ndëruar audiencë të shpreh në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe në emrin tuaj falënderimet tona më të mëdha për kujdestarën e 2 xhamive të shenjta, mbretin Selman bin Abdul Aziz të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe princin e kurorës Muhammed bin Selman për mbështetjen që i kanë dhënë Kosovës gjatë dekadave të fundit në fushat politike, ekonomike, kulturore, fetare, si dhe për mbështetjen e tyre për Bashkinë Islame të Kosovës. Gjithashtu falenderoj Ministrinë për Çështje Islame në Mbretërinë e Arabisë Saudite, shkëlqësinë e tij doktor Abdulatif Ale Sheikh, i cili dha një kontribut të rëndësishëm në organizimin, mbajtjen dhe financimin e këtyre ngjarjeve. Gjithashtu dua të shpreh falënderimin dhe vlerësimin tim për të gjithë punonjësit dhe bashkëpunëtorët e Ministrisë për Çështje Islame në Mbretërinë e Arabisë Saudite për punën e tyre të palodhur dhe për kushtimin për suksesin e të gjithë këtyre ngjarjeve. E lutim Allahun që t'i pranoj përpjekjet tona dhe t'i bëj ato dritë në ditën kur as pasuria e as fama nuk do të kenë vlerë, përveç atij që vjen me zemër të pastër. Allahu ju ruaj të gjithëve. Wassalamu alaikum.